Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Flokët mund të jenë shumë të ndryshueshëm. Disa herë mund të duken shumë bukur dhe herë të tjera një rrëmujë vërtet. Disa herë thjesht një truk në mënyrën si lajm flokët mund t'i bëjë ata të butë dhe të mrekullueshëm. Për të mbajtur këtë efekt gjatë, duhet që flokët i lajmë në mënyrën e duhur. Prisni aq gjatë sa mundeni ndërmjet larjeve. Kjo është një këshill që duhet ta keni parasysh. Dhe thjesht, kjo varet nga ju. Mund t'i lani flokët tuaj një herë në javë gjatë dimrit dhe në baza ditore gjatë verës. Mbani mend, ju duhet t'i lani flokët sa herë që ndjeni të nevojshme. Nëse bëni dush çdo ditë, mos i lani flokët çdo herë. Kjo mund të shkaktojë rezultate të kundërta, duke shkaktuar tharje të skalpit të kokës. Mos pastroni skalpin, por futni gishtat butë përmes flokëve. Kjo metodë parandalon dëmtimin dhe këputjen e flokëve. Edhe pse dushtet e nxehtë janë të mirë për trupin, ata nuk janë të dobishëm për flokët. Nxehtësia than skalpin dhe kjo është arsyeja pse duhet i shpërlani flokët me ujë të ftohtë apo të vakët. Po ashtu është rekomanduar që të përdorni një shampo në vend që të eksperimentoni me shumë, pasi kjo mund të dëmtojë flokët tuaj. Asnjëherë mos i fërkoni flokët e lagur me përshir, pasi janë shumë të brisht. Në vend të kësaj, provoni t'i thani butësisht. Nëse keni frikë nga yndyrnat, është koha të filloni të lini pas frikrat tuaja. Të ushqyer sipas një diete që përmban yndyrna të shëndetshme, mund të rrisë mundësitë për një jetë më të gjatë. Studimi 30 vjeçar i Universitetit të Harvardit zbuloi se njerëzit që konsumojnë në mënyrë të vazhdueshme yndyrna të pangopura kanë mundësi më të vogla për të ndruar jetë në moshë të re. Yndyrnat e pangopura mund të gjenden tek peshqit apo edhe tek vajrat e perimeve. Por ja çfarë duhet të konsumoni për të përftuar këto yndyrna të shëndetshme? Çokolata e zezë. E çuditshme por e vërtet, për sa kohë konsumohet në mënyrë të moderuar, çokolata mund të jetë shumë e shëndetshme. Ajo përmban fibra, hekur, magnez, bakër dhe mangan. Gjithashtu është e pasur me antioksidant. Farat e lirit janë një burim shumë i mirë i acideve yndyrore të omega-3-shit, që mund t'ju ndihmojë të reduktoni inflamacionin dhe përmirëson shëndetin mendor dhe atë kardiak. Vaji i sojës është i njohur për shijen e tij neutrale dhe për acidet e tij yndyrore të mirë balancuara. Ky vaj ofron një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, që parandalon dëmtimin e qylizave që mund të çojnë në sëmundje si kanceri apo sëmundje të zemrës. Avokado është i pasur me yndyrna të shëndetshme. Studimi radhit avokadot si një ndër produktet më të shëndetshme që ju mund t'i konsumoni. Dhe së fundmi, vaji i ullirit. Vaji i ullirit ekstra i virgjër është mbreti i yndyrnave të shëndetshme dhe gjithashtu një përbërës esencial i dietës mesatare. I njohur për vetitë e tij kuruese, vaji i ullirit është padyshim një përbërës që ju duhet ta keni me patjetër në dietën tuaj. Ky produkt përmban vitamina E dhe K, si dhe është i pasur me antioksidant të fuqishëm që mund të luftojnë inflamacionin. I njohur gjithashtu për uljen e presionit të gjakut dhe reduktimin e sëmundjeve të zemrës, vaji i ullirit nuk duhet të mungojë në ushqimet tuaja. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.